Përshëndetje miq, mirë se vini në analizë. Shqipëria ka si objektiv antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 dhe mbylljen e negociatave në vitin 2027. Sigurisht që arsimi është një nga shtyllat e çdo shoqërie dhe në këtë rast arsimi në Shqipëri është një sektor jetik, por sa të gatshëm jemi dhe sa po punohet në këtë drejtim edhe për arritjen e standardeve europiane në arsimin shqiptar. Sot kam kënaqësinë që të ndaj studion me një eksperte të njohur të arsimit, Irsa Ruçi. Irsa, faleminderit që erdhe në studion tonë. Faleminderit juve, jo vetëm për këtë bisedë që do ndajmë, por mbi të gjitha për ndjeshmërinë ndaj kësaj teme që duket sikur po bën lajm vetëm kur ndodhin ngjarje negative, sa arsimi atëherë tërheq më shumë. Patjetër, dhe kjo është e vërtetë. Megjithatë, nëse do të flasim për arsimin, ka shumë për të thënë, por e pash në këtë fokusin e integrimit. E pash në fokusin e integrimit sepse në fakt duhen plotësuar kriteret, duhen arritur standardet, për të qenë më pas edhe të gjithë ata që përbëjnë arsimin shqiptar, të gjithë faktorët, për të qenë apo për të realizuar kriteret. Por nëse do t'i referohemi buxhetit të shtetit për arsimin në vitin 2024, ai është 2,6% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që në vendet e Bashkimit Evropian ky buxhet është 4 deri në 6%. Sa i përgjigjet ky nivel investimi nevojave për një arsim cilësor, sepse flitet për një cilësi të arsimit, këtu përfshihet dhe kualifikimi i mësuesve, infrastruktura arsimore. Më tepër se ato shifrat, unë dua të ndalim te përmbajtja. Pra dëgjoj shpesh që biseda, domethënë që shtrohet zakonisht në studio, është pikërisht tek pjesa e buxhetit, tek menaxhimi, tek statistikat, të shifrat. Nevojshëm ma më shqetëson diçka tjetër. Pra, ndoshta buxheti nuk dua ta bëj atë krahasimin, le të themi, me vendet e Europës, sepse popullsia e tyre është ndryshme, mentaliteti i tyre është ndryshëm, kultura e tyre është ndryshme, investimet që ato bëjnë ka një fokus ndoshta që mund të jetë në një nevojë që është e ndryshme nga nevojat që mund të ketë vendi jon. Pra, neve përgjithsisht nga kjo vuajmë më shumë, vuajmë nga të kopjuarit dhe kemi kaq vite edhe si në çdo fushë modelet e gatshme. Modelet që marrim të gatshme, si edhe në fushën e ligjeve, pam që pas viteve 90 filluam të kopjojmë nga vendet e ndryshme. Ndoshta sepse nuk ishim ende ato përgatitur ose ekspertët e duhur për të hartuar, le të themi, politikat e duhura, dhe filluam të marrim shablon nga një vend tjetër. E njëjta gjë ndodhet edhe me arsimin, pra ka Japonia sistemin më të mirë, hajde marrim ndonjë gjë, ka Anglia sistemin më të mirë, hajde marrim diçka, ndërkohë që nuk është parë po mentaliteti shqiptar. Pra, një fëmijë kur shkon që në kopësht, që në klasë të parë, ai vjen nga një kulturë, nga një familje, me një kulturë të caktuar. Duhet të përshtatet. Pra shkollën duhet ta ndjesi zgjatim të shtëpisë së tij, ndërkohë që ai e ndjesi burg. Dhe po të shikosh fëmijët sot, shkojnë në shkollë me përtesë, nuk e duan shkollën, nuk ka hyrë ende në atë kulturë, po jo në kulturën në pjesën primare pra të kësaj fjale kulturë, po në kulturën e edukimit. Ne nuk e kemi ende atë kulturë edukimit që një fëmijë të ndjejë që shkolla i përket atij. Pra duket sikur shkolla thjesht sot arsimi po përgatit atë robotin, atë teknikun. Është institucioni ku ai shkon, shpenzon atë kohë për marrjen e dijeve dhe teknike sikur do kthehet në një robot, në një shkencë dhe ndërkohë nuk mbrohet me njeriu. Pra ajo që i mungon shkollës sot dhe nuk flas vetëm për Shqipërinë, gjykoj që e kanë edhe vendet e tjera, është përgatitja e një njeriu shumë teknik në thelb dhe mos përgatitja e atij që është qytetari. Pra shkolla në thelb duhet të ketë përgatitjen e qytetarit të së nesme. Po, por ka edhe komponentë të tjerë. Për shembull, është shumë e rëndësishme edhe stafi i mësuesve që duhet të ketë kualifikimin e duhur, infrastruktura shkollore. Ne duhet ta nisim që nga kopshtet. Pra, që nga kopshtet duket sikur janë edukatorë, duket sikur janë thjesht babysitter që rrisin fëmijë, ndërkohë që në kopësht, pra fëmijët mbyllen brenda atyre mureve, ju mësohet anglisht, gjermanisht, çdo lloj gjuhe, ndërkohë që fëmia nuk ka nevojë për atë, fëmia ka nevojë që të luajë, të kuptojë vetëm përmes lojës, kështu që gjykoj që duhet të jenë në terren më shumë. Pastaj për të vajtur tek klasa e parë, kanë ato ambientet e mbyllura, duket sikur bëjnë vetëm shkencë, ndërkohë që nuk po zbulojnë talentet. Pra, nuk po përthiset ai talenti. Të rinjt ka nevojë që
çdo fëmijë, çdo njeri e ka një dhunti, e ka një talent dhe duhet investuar. Për shembull, unë mbaj mend që nga koha ime nuk besoj se ka ndryshuar ky mentalitet, le të themi, që dikush që ishte i mirë dhe fiton olimpiada matematike quhej gjeni, ndërkohë dikush që mund të ishte ndoshta edhe ngeles në matematikë, por mund të ishte një basketbollist shumë i mirë, mund të ishte një voleybollist, mund të ishte një poet shumë i mirë. Se cilat janë aftësitë e secilit. Ai quhej që ishte ngeles, ndërkohë që ai nuk ishte ngeles, ai ishte gjeni në fushën e vet. Dhe një nga shtyllat e tjera që duhet investuar shumë është të nxjerrë talentet e këtë rinj. Pra, duhet ushqyer, nëse ti e ushqen atë talent të një të riu, ai do ketë motivin të shkojë në shkollë. Pra duhet kontakti me atë që është dhuntia e secilit. Do arri secili të depërtojnë ato institucionet e veta, le të themi, ku ka dije më shumë. E rëndësishme është që sa kohë që merr një dije të përgjithshme, ajo dije i përshtatet edhe më mirë, pra ta ndjej pjesë të vetes. Në shkollë ta ndjej, le të themi, kënaqësi, jo thjesht një detyrim që duhet mbyllur dhe duhet marrë ajo, le të themi, ajo diploma e secilit cikël. Për të vazhduar pastaj me kurrikulat. Pra që është një tjetër problematik goxha serioze, domethënë ajo që unë gjykoj është që ne kemi ekspertë që janë shumë të mirë. Kemi mësues të vjetër për shembull të matematikës, mësues të vjetër të kimisë, të cilët kanë investuar një jetë të tërë për të prodhuar dije dhe për të lënë edhe diçka prej vetes tyre. Ata shumë mirë mund të hartojnë, le të themi, ato kurrikula të cilat i përshtaten profilit të një shqiptari. Le të jenë Oxfordi, le të ketë modelet më të mrekullueshme. Le të marrë Oxfordi nga ne, pra se ne kemi burimet njerëzore dhe kapacitetet. Nëse e kuptova mirë, po flet për një model shqiptar tash. Bravo. Domethënë, ajo që unë kam ngul fort është që ne duhet kemi në letra ne e kemi, pra e kemi që duhet të shqiptar tek implementimi sa shqiptar është sistemi jon arsimor. Pra ne kemi ngelur ende në kohën e një sistemi arsimor të Mirash Ivanajt, ndërkohë që nuk është më ajo, le të themi, ai mentalitet, ai sistem politik, ai sistem ekonomik, social, kulturor, patjetër që po. Të gjitha këto duhet të jenë në një konkordancë. Duhen përshtatur në këtë sistemin tonë. Pastaj për të vazhduar tek pjesa e universitetit që është një hallk tjetër, pra që tek filtrat që duan për të depërtuar në universitet, ne kemi kthyer atë hinkën mbrapsh. Duket sikur zgjedhim në fillim shumë dhe pastaj i diplomojmë të gjithë, pra sikur certifikojmë kartonat dhe jo dijen. Ajo që duhet i japim vlerë është dija, jo kartoni. Ky është një nga problemet më të mëdha pastaj që kalon në fund. Së fundmi kam parë një raport i cili ka të bëjë me cilësinë, meqense fole për arsimin e lartë, është një raport ky që e rendit Shqipërinë në vende me cilësi më të ulët të arsimit të lartë në Europë dhe Azinë Qendrore, sipas vlerësimeve të Bankës Botërore. Është raporti i fundit i Bankës Botërore dhe kjo, me sa duket, ka të bëjë edhe me problemin e kurrikulave të vjetruara që juve paka shumë e cekët këtë mungesën e infrastrukturës moderne dhe një përhapje të tepër të institucioneve të arsimit të lartë. Këtu unë do të ndalesha pak tek ajo që na bën të gjithëve përshtypje. Ndoshta ka shumë institucione të arsimit të lartë, gjykon, pavarësisht se është ekonomi e tregut dhe të gjithë kanë të drejtë të arsimohen në arsimin publik, në atë privat. Nuk më shqetëson kjo se them, si mendon? Më mirë të ketë një diplomë se sa të ri në kafene. Pra, nuk më shqetëson, sa do pak që të marri, sa do pak dje që të ketë marrë, do ketë marrë një pjesë të asaj që do ketë përthitur, një pjesë të asaj të sikur edhe kohë të ketë bajtur në shkollë. Pra nuk më shqetëson kjo. Ajo që unë gjykoj që ne duhet si shoqëri të paktën ta thyejmë si mentalitet, është pjesa e arsimit profesional. Pra duhet të shkojmë. Do të thonë, ka nevojë për zakonisht. Po ka një lloj ndërgjegjësimi dhe po vihet të re dhe po bën ndryshime dhe jam e lumtur për këtë. Pra duhet të fokusohemi tek arsimi profesional. Pati një periudhë kohë një mani të gjithëve, ndoshta vjen nga mentaliteti para viteve 90 kur ishin ato klasa punëtore dhe klasa intelektuale dhe
ndoshta brezi i prindërve tanë e vuanin këtë gjë dhe asnjë s'dëshironte që fëmia vet të punonte elektriqist, Gjithmonë ishte ajo kërkesa, ka shkollë të ka lartë, shkollë të lartë, bravo. pavarësisht shkollës. Dhe tani pati një periudhë dhe një mani që çdo kush mund ta merrte shkollën e lartë dhe çdo kush u diplomua dhe iku kjo kënaqësia sepse u pa që edhe dikush me shkollën e lartë Është ciklike kjo gjë. mund të punojë edhe në call center. Atëherë pse duhet të investosh kaq shumë energji, ndërkohë që mund mos ta kesh dhunti shkollën e lartë. Pra nuk është e thënë që patjetër duhet të kesh një diplomë. Shumë mirë mund të marrësh një zanat dhe ndërkohë që atë periudhë koha që do ja investoje arsimit të lartë dhe mund mos kesh talentin për ta bërë, mund të hapësh një sipërmarrje personale, pra dhe punson dikë që pastaj ka dhe atë universitetin, në qoftë se arrin të kapësh tregun dhe të sistemohesh në treg. Kështu që është shumë e rëndësishme që akoma më shumë, pra më bëhet shumë qefi që ka një ndryshim dhe ujrat kanë lëvizur dhe doja që akoma më shumë të rinj dhe prindër të ndërgjegjësohen që vlen shumë më tepër një zanat sesa një shkollë e lartë kot, e cila nuk thjesht për ta patur atë diplomën, domethënë thjesht për të pasur një karton në dorë. Dhe një gjë interesante Irsa që e vërej është se përderisa le të themi këtë dekadën e fundit, sidomos turizmi shqiptar ka shënuar disa hapa gjigant, do t'i quaja, edhe orientimi i shkollave profesionale dhe të rinjt ka një interes shumë të madh për hoteleri, turizëm, për Është gjëja më e mirë që mund të bëjmë. Pra është investimi më i mirë që mund të bëjnë të vetja. Sot nuk të bën shkolla e lartë intelektuale dhe të rinjt po fillon ta kuptojnë këtë. Pra që nuk të bën ajo diploma një njeri më të mirë, por duhet të përshtatesh me tregun dhe duhet të gjesh tregun, duhet të gjesh veten në treg. Kështu që e shikoj që po gjej veten. Pra të rinjt po sistemohen dhe më vjen mirë për këtë sepse unë e shikoj edhe me studentët e mi, ka patur një periudhë që punonin dhe nga ana tjetër kërkonin thjesht një diplomë. Pra kërkonin thjesht atë notë për të pasur diplomën në fund. Ndërkohë që po zhbëhet dhe më vjen mirë që po zhbëhet. Kjo sigurisht që duhet të marrë fund ai mentaliteti ynë shoqëror që e kam fëmijën, ku ta diun, matematicien, mjek, jurist, sepse këto ishin edhe kërkesat e familjeve shqiptare që t'ishte doktor ose t'ishte jurist, avokat, me mendimin që do bëjek. Po shumë shpejt në fakt këto kanë evoluar dhe po shikojmë tani se sa të vlerësuara janë profesione të tilla që kanë edhe emërtesa më moderne, siç janë për shembull në kohët e sotme shefat e kuzhinës, sepse edhe mediat kanë një hapësirë shumë të madhe, mediat sociale kanë një hapësirë shumë të madhe dhe kjo të bën pak përshtypje. Unë me çka them, unë pavarësisht se që nga klasa e parë dhe deri në diplomim jam diplomuar me medalje, unë e them që nëse unë do të isha sot 18 vjeç, nuk do kisha zgjedhur ndoshta që në atë moshë të kisha bërë shkollën e lartë, pra të kisha vazhduar shkollën e lartë, do kisha zgjedhur ndoshta një zanat, do isha profilizuar diku, do kërkoja nga vetja që ta ktheja në një investim atë zanat që do merrja dhe pastaj për kënaqësinë time ndoshta do ta vazhdoja një shkollë të lartë ku unë ta ndjeja vërtet që dua të investoj dije dhe jo thjesht për të pasur si çdo i ri që 18 vjeç të hyj në shkollë 23, unë të jem diplomuar. Këto janë edhe disa vite të cilat janë të paracaktuara dhe secili në kohët e sotme i ka kushtet dhe mundësi. Ka një energji të jashtëzakonshme. Dhe ato energji nuk ka pse t'i vendos duke fjetur në bankat e shkollës, kur mund t'i vendosë në dispozicion të aftësimit të vet, dhe pastaj kur të ketë atë pjesën tjetër të ngesë, i themi në thonjza, atëherë mund të investoj për të marrë atë dije që i pëlqen. Dhe atëherë do e kuptoj edhe vlerën e shkollës shumë më tepër. Sepse nëse e ke vënë re, flasim për Shqipërinë gjithmonë, ka shumë profesionistë që në një kohë të gjatë kanë punuar si intelektual dhe më pas me këto trendet e reja, me ritmet e reja janë rikthyer një pasioni që mund ta kenë patur në rininë e hershme, por shkolla e strukturuar nuk i ka lënë që ta zhvillonin atë dhe fillojnë e zhvillojnë ndoshta mbas moshës 45 apo 50, sepse sigurisht janë ato nevojat e kohës që të nxisin. Përgjithsisht, sistemi ynë, sidomos i maturës shtetërore, ka qenë i tillë që të degtisë aty ku
ku të qëllonte ndoshta fati dhe secili mundohej përpiqet të jepte më të mirën e vetes, por ndoshta nuk e ke talentin për të, domethënë, thjesht për të pasur atë diplomë, ndërkohë që mund të kesh talent në diçka tjetër. Dhe me gjithë sforcimet që do të bësh, do të arrish një nivel mediokër ose mesatar dhe nuk ja vlen kur mund të ketë shumë të tjerë që janë si për te edhe në kushtet kur tregu shumë i të ngopur, për çfarë të vlen. Domethënë, kështu që kam pasur shikoj që sa herë që vjen kjo plotësimi, le të themi, i formularëve për shkollën e lartë, më shkruajnë shumë prindër. Pra, ku të shkoj vajza apo djali? Do të shkoj te kjo dek, të shkoj, dhe shikoj që janë dek komplet të kundërta, por janë dek që janë më në modë. Dhe gjithmonë një orientet të shkoj aty ku ka talentin. Pra, vetëm aty do të mund të japi një investim që do ta dallojë nga pjesa tjetër, do të krijojë ato kushtet për gjetur veten në treg. Nëse arrin të bësh një profesion për hir të faktit që mendon se do paguhet më shumë, apo mendon se do ketë një status më të lartë, atëherë do të përfundoj si thjesht një njeri i cili do të jetë gjithmonë në kërkim, por asnjëherë nuk do të jetë i mjaftueshëm me veten. Pra, është ajo shprehja që nëse bën atë punën që dëshiron, e ndjen sikur nuk e punuar asnjëherë, dhe është realisht e vërtet. Pra, nëse ushtron pasionin, çdo punë të duket më e lehtë, se qëllimi i çdo të riu në fund të gjithë këtij cikli është të punësohet dhe të gjejë veten në treg. Pra, është nevoja për mbijetesë. Dhe jetojmë në një aktualitet digital, jo vetëm nxënësit, studentët, e gjithë shoqëria në një mënyrë ose në një tjetër ka atë realitetin virtual, ka jetën e vet virtuale, por sa ndikon kjo në arsim, në arsimin e niveleve, nga më të ndryshmet sigurisht ka pasur edhe raste të cilat janë evidentuar edhe në shoqërinë shqiptare, ku ky virtualitet, ku mediat sociale, ku të gjitha këto ndikojnë për mirë apo për keq, por si shikon këtë gjë, ndikimin e këtij realiteti virtual dhe të teknologjisë tek të rinjt shqiptar dhe në arsim sigurisht. Absolutisht që pozitiv është. Pra, nuk mund ta fshehin faktin që evolumi i teknologjisë, evolumi i këtyre degëve të cilat lidhen me IT-n, e sjell një këndvështrim ndryshe të ri dhe sjell një fushë të re studimi, e cila sigurisht do të prodhojë vende pune, do të prodhojë ekspert, do të prodhojë njohës të fushës. Ashtu sikurse ka edhe pjesën atë medalje, ka të dyja anët, pra ka anën tjetër negative. Një për tyre është informacioni përcipt që merret. Pra, duke ditur që atë informacion do e kesh gjatë gjithë kohës aty, kemi shumë, domethënë, një tejngopje me informacion dhe shumë pak me dije. Pra, po ta shikoni, jo i gjithë informacioni është i saktë, pra nuk arrin të filtrohen, nuk është një informacion i filtruar, shpesh ai informacion që merr mund të jetë edhe i gabuari, duke qenë se është i përciptazi, nuk të lejon të thellohesh. Pra, ti e di që ke një fluks të madh informacioni dhe nuk arrin të ta filtrosh. Sepse ndërkohë që mund të kesh dëshirë të thellohesh, vjen informacioni tjetër dhe nga njëra anë është ajo siguria që do e gjesh gjithmonë atje, nuk është nevoja ta mësosh, ta memorizosh. Ndërkohë që ka shumë të bëjë dhe ajo, le të themi, prekja e librit. Se e shikoj që thonë, lexojnë përciptazi, për shembull fragmente të ndryshme. Është koha ai libri prej letre fizik, ai sikur të detyron, duk fakti që ti e mban në dorë atë, nuk mund të shkëputesh prej tij. Dhe ka një tjetër rëndesë në të mësuarit. Dhe për mua nuk e zëvendëson asnjë lloj teknologjie, sado pozitive, nuk është se jam me kohën e vjetër, le të themi, po jam me atë që kontakti fizik me librin, ato nënvizimet, domethënë ai qasja që ke me që ti rikthehesh aty, vë një shënim, vësh një shenjë. E ke aty, domethënë, është një qasje tjetër dhe të bën një njeri, pra teknologjia të bën më hiperaktiv. Dhe po të shikoni fëmijët e sotëm janë shumë më hiperaktiv. Pra, ne ndoshta fëmijëria jon kalonte e gjitha duke u baltosur rrugës dhe sërish nuk e kishim atë, le të themi, inteligjencën apo hiperaktivitetin që ka një fëmijë sot. Ka një inteligjencë por shumë e vetmuar. Pra, duket sikur jeton atë botën virtuale, inteligjenca është shumë e lartë se sa ajo e disa breza më parë, le të themi, janë shumë të zgjuar, por duket sikur jeton në një gjendje depresioni. Dhe këto janë edhe pasojat e asaj mbyllje, sepse secili jeton atë virtualitetin e vet, ka ato miq virtual dhe është shkëputur kontakti i përditshëm. Pra, ai kontakt fizik midis njëri tjetrit, shahen le të themi në rrjetet sociale dhe përfundojnë duke u zënë në realitet. Ndërkohë që
edhe tek ne, patjetër që kishte zënka, po zënka zgjidheshin aty, pra ishte një kontakt fizik i cili fillonte dhe mbaronte aty dhe shoqëria bëhet ndoshta edhe më e fortë. Kurse ky virtualiteti prodhonte atë ashpërsinë e gjuhës, pra ndërkohë që ti nuk e ke tjetrin përballë, por ke thjesht një ekran të ftohtë kompjuteri dhe gjuha që do përdorësh është shumë herë më e ashpër se sa ajo gjuhë nëse tjetrin do ta kishe përballë do të shkruajmë. Po kështu edhe për vetë ti je vetë një pedagoge dhe gjithsesi edhe për mësuesit e niveleve ndoshta më të ulta, jo të arsimit të lartë, ka problematika për me nxënës që ke përballë të cilët kanë këtë lloj informacioni dhe edhe ai ndërveprimi midis mësuesit dhe nxënësit ka filluar që të ketë disa modele të reja apo jo? Ajo që mua më shqetëson shumë është që humbet roli i mësuesit. Pra, në një botë teknologjike e cila është gjithmonë e më në lëvizje, ajo figura modele mësuesit, ajo figura që dashur, prindërore e mësuesit duket sikur merr një tjetër rol, pra sikur zbehur dhe thjesht është ajo ikona e asaj të klasës. Sepse misioni i tij është që të t'jap dije, ndërkohë që ato dije një nxënës, një fëmijë mendon se i merr këtu dhe kështu që është zbehur shumë, por që prandaj them që duhet patjetër të kultivohet talenti tek njeriu, domethënë absolutisht që secili prej nesh nëse ndihet i vlerësuar shumë në një fushë jep prej vetes, do të japë akoma më shumë, pra do prirës që të investohet aty dhe duke investuar tek secili në talentet që ka, ne investojmë tek e ardhmja. Pra investojmë në një shoqëri e cila zhvillon të rinj me potencial. Kjo është ajo që vlen më shumë. Dhe në fakt është një gjë shumë e mirë dhe gjithë ndjehemi mirë, ndjehemi krenar kur shikojmë se shumë të rinj shqiptar kanë përqafuar teknologjinë në një nivel të tillë që jo vetëm po bëjnë emër në botë, sepse kjo është e rëndësishme sigurisht, por edhe brenda vendit shikojmë nëpër media që janë krijues të startupeve, i vënë në shërbim të fitimit, të punës, të shoqërisë dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Pra unë shikoj një tim 30 vjeçar gjithmonë thotë dua të bëj lek nëpërmjet edhe krijon ato, domethënë tenton nëpërmjet tyre. Bravo i qoftë që kanë shpirtin e sipërmarrjes, pra duhet edukuar një njerëj sot, ajo që ka munguar gjithmonë tek neve, pra ëndra le të themi në zyrtar për dekada të tërë e shqiptarëve ka qenë një punë administratë, ndërkohë që pra puna në shtet, puna në shtet, domethënë ka qenë se është më e sigurt. Kush e di se sa dekada ka që ekzistonte kjo fjalia, ndërkohë që të rinjtë sot po më thonë shpirtin e sipërmarrjes, kanë dëshirë që të jenë sipërmarrjes. Dhe është gjë shumë pozitive, pra të jesh i pavarur në profilin tënd dhe ta zhvillosh atë talent që ke, është gjëja më e mirë që mund të bësh, sepse sado që të prodhosh në shtet do dembelosesh, kurse ku prodhon duke menduar se ti do ecësh në atë që është gjëja jote e vogël, por që ti dëshiron të arrisësh, atëherë edhe ambicia e një njeriu do jetë shumë e fortë, edhe dëshira e tij për të zhvilluar do të jetë akoma më e lartë. Dhe gjëja më e bukur është që tashmë mundësitë ekzistojnë për të gjithë dhe ka të rinj të talentuar, ka që ecin me një nivel më të ngadaltë, por gjithsesi kjo është një gjë e mirë. Unë Irsa të falenderoj shumë që u bëre pjesë e analizës sot ku ne u përpoqëm në këtë hapësirë që kishim që të flisnim për arsimin shqiptar dhe për sfidat e arsimit, duke filluar që nga mësuesit, kurrikulat dhe sigurisht ata që janë edhe shumë të rëndësishëm, nxënësit dhe studentët. Të falenderoj. Faleminderit juve për këtë bisedë të këndshme dhe për mundësinë që të ndanim bashkë këto mendime. Faleminderit. Të dashur miq, sot në analizë me mua ishte Irsa Ruçi, pedagoge dhe eksperte e arsimit. Ne folëm sot për sfidat me të cilat përballet arsimi në Shqipëri. Ju falenderoj që qëndruat me analizë. Miru takofshim.